طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, pasi ne si besimtarë falim 5 vaktshin, atëherë është e pashtarsyeshme realisht që me fol për kushtet, shtyllat, vajxhipet e namazit. Se plot prej vllaznive, kur vjen çështja tek sehwi sejdja, nuk e din ku duhet me bë, ku duhet me shtu, ku nuk duhet me shtu, ku nuk duhet me bë. Nëse nuk e dim kushtet, shtyllat, vajxhipet, na përzihet çështja e namazit. Na përzihet çështja e namazit. Se ka raste ku duhet me bë sehwi sejdën e harresës dhe duhet me shtu rekatin. Mirë, po ka raste ku vetëm sejdën e harresës e bën dhe nuk shtohet namaz, nuk shtohet rekati. Andaj disa pika të shkurtra e pashtarsyeshme që me i trajtu këto çështje. Para se me fillu namazin, janë të ashtuquajtura kushtet e namazit. Janë kushtet namazit pa të cilën personi nuk hin namaz. Jo brenda namazit, mirë po, para namazit. Si pikë e parë është Islami. Do të thonë, personi duhet të qenë musliman për me fal namazin. Për shembull, nëse është jo musliman një person, e fal namazin tek Allah nuk llogaritet si namazaj, sepse duhet me pas shahadetin ai person. E kundërta e Islamit është kufri. Apo, do të thonë, është musliman, e ka shahadetin, çka shahadet e shtin pastaj me fal namazin. E dyta, thotë është mendja e shëndosht, akl. Për personin e çmendur, a ka obligueshmëri, a ka obligim personi i çmendur me fal namazin? Jo. Derisa ti vjen, domethënë, derisa të qetësohet, apo se ka raste të caktuara ku disa persona një periudhë munden me pas një lloj smundje psiqike që mund marrë dete çmenduria, mirë po me një kohë të caktuar me shnoshen. Edhe për ata që Muhamedi alayhi salam thot është ngrit lapsi ndaj 3 personave. Kur je në xhom tek fëmia edhe tek i çmenduri derisa ti vjen mendja. Do thonë i çmenduri nuk e ka obligim namazin dhe nuk i shkruan me laçja. Çka do që fletaj. Pastaj edhe te çmenduria janë shkallët e çmendurisë. Ka disa për shembull në kohra të caktuara janë qetë mirë, din çka flasin. Në disa raste ka nuk din çka flasin. E din Allah subhanahu wa taala si i gjykon ata persona. Disa prej dietarëve kanë thonë që lapsi i shkruan para se mu çmend ata, i shkruan lapsi dhe vlerësohet në ditën e gjykimit para se mu çmend. Gjatë çmendjes, çka do që ka bërë, nuk ka mëkat tek Allahu subhanahu wa taala, sepse është padrejtësimi i robit kur s'del se çka flet, apo. Pikë tjetër është mbërritja e moshës madhore. Dhe më thonë, mosha madhore e kundërta e kësaj është fëmiju. Për fëmijun, a është obligim namazi? Nuk është. Po mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith, thot çfarë? Thot urdhnoni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeçare me fal namazin. Nëse nuk falin namaz kur t'i bëjnë 10 vjet, atëherë çka më bë? E dini çka më bë. Hadithi që është. Dhe me thonë, moshën 7 vjeçare duhet mu urdhnu me fal namazin. Mirë, po qoftë mosha 7 vjeçare, qoftë mosha 10 vjeçare, që po urdhrohet namazi, a do të thotë që prap i shkruan me laçja ky nëse nuk i fal namazin? Ja. Se nuk është në mbylyk. Mbylyk, i themi edhe na mbylyk. Në moshën e pubertetit, nuk është. Mosha pubertetit dietarët e kanë, aleikum salatullah. Mosha madhore tek dietarët është tek veç pak çati se po del aty në kabin. Veç pak ani. Mosha madhore kanë thonë ulemaja e kanë konsideru diku moshën hajde të themi 15 vjeçare, 14-15 vjeçare. Po kjo variron. Domethënë është e ndryshme te njerëzit. Dikush për shembull moshën 13 vjeçare është si burro subhanallahu. Domethënë varësisht nga personat, nga fëmiu që hyn në moshën madhore, edhe e merr edhe hukmin, dispozitën e merr që ky person mosh shkruan, do thotë me laçja për atë person.
Edhe njerë, e para ishte islami, e dyta ishte mendja e shëndosh, apo i çmenduri nuk hin, domethënë, nuk shkruan me laçja, thot mosha madhore e trajtuam, dhe thot e katërta është reful hadath, largimi pa pastërtisë rituale, që i bie personi duhet, nëse është gjunëp, duhet me marr gusl. Nuk pranohet namazi pa marr gusl. Ose nëse personi nuk ka abdest, duhet me marr abdest. Ka thonë Muhamedi a.s. nuk ka abdest pa bismillah dhe nuk ka namaz pa abdest. Shikoni hadithin. Nuk ka abdest pa e thonë bismillahin dhe thot nuk ka namaz pa abdest. Momentin kur prishet abdesti, nuk ki mo namaz. Ka raste që duke fal namazin, mundesh me prish abdestin, çka me bo? Atë lejo ty me vazhdu, me fal, jo, në qatë moment dalish për namazit. Del për namazit, pas selam, del heq. Se disa thënë, kur ta prishish abdestin, jep selamet pas të, jo, del pas selam, se ti e ki prish namazin. Më thonë, e ki prish namazin, dhe hin mes safave, edhe nëse je në, dhe më thonë, në mesin e gjematit, nëse je nuk ka problem, sepse vllazni, në momentin kur imami del, imami është sutre për gjematin. Imami është sutre. Nëse imami është qëtu, që imami është qëtu, sutrën e ka për para. Para sutrës, nëse del nuk ka problem. Një lloj, çka të themi, një lloj barriere. Mirë, po nëse xhamatliu apo dikush vjen për ju bashkangjit safit, lejohet midis safave me hec, nuk ka asnjë problem. Nuk i prishet namazi, nuk kanë gjuna. Sepse imami është dhu që të pasot dhe imami është që e mban safin e muslimanve, ka pas sahabi me kafshën e vetë midis safave kanë ecë. Dhe nuk lejohet me aqit dorën për me pengu. Mirë, po nëse falesh vetëm, atëherë nëse don me dalë për para, duhet me aqit dorën, bile dhe duhet me luftu, ka thonë Muhamedi a.s. me dorë, sepse thot hadithi, thot ky është me shejtani. Një hadith tjetër thot shejtani po munohet me ta prish namazin. Thot sikur ta dinin, thot, çfarë gjunohi të madh ka ai personi që i del përpara namaz falësit, kish me prit 40, thot. Edhe transmetuesi nuk pe din a ka thon 40 orë, a 40 ditë, a 40 javë, a 40 muaj, nuk pe din. Thjesht ka thon 40, po sidoqoftë, edhe 40 minuta më thon aq rëndësi ka dhënë Muhamedi a.s. që po nëse del kalim the, ty nuk të prishet namazi. Kush e prish namazin? Nëse del gruaja. Nëse del një grua para namaz falsit dhe ti nuk ja ke qit dorën ta prish namazin. Ndërsa mashkulli nuk e prish namazin, por se e dobson dhe e merr gjunohin e madh ky person. Po ashtu çështjen siç tham tek abdesti. Tek abdesti, kushtet e abdestit janë 10 vllazni. Kur don me marr abdest janë 10. Në një thot po ashtu islami, mendja shëndosh, mosha madhore, niyeti, duhet me pas niyetin se çka e tu marr. Pastaj thot shoqërimi i vendimit të tij me faktin që personi duhet ta ketë për qëllim normalisht, heqja asaj që e bën të detyrueshme pastërtinë rituale, domethënë gjërat e fllishta që i kin trup. Pastaj thot uji i pastër që është i lejuar për përdorim, heqja të gjitha gjërave që arrin në lëkurë, do thot nëse kemi ndonjë ngjyrë apo diçka që nuk arrin uji, tek lëkura është problem, duhet me hek, duhet me pastru copa, për shembull nëse është në për lëkur këtu, duhet me pastru llaku e ku e diun e tek gratë, për shembull që i bëjnë me llak që i bëjnë këto thonjet, është problem. Është problem sepse nuk futet uji tek thonjet. Ato thonjet duhet me i pastru, duhet jetë koha e duhur për këtë e kështu me radhë. Për sa i përket detyrimeve të abdestit, cilat janë detyrimet e abdestit tash? Vllazni, gjitha ato pikat e abdestit, ne që marrim abdest, ka njëherë është farz mi bo. Ka njëherë është farz. 2 dhe 3 është sunnet. 2 dhe 3 është sunnet. Nëse të gjitha i bëjmë, ka njëherë u kry, ti ke marrë abdest. 2, 3, nëse ka 2, 3 herë, na i bëjmë ka 3 herë, apo? Ka 3 herë është sunnet dhe është mirë, apo? E para çka është larja e fytyrës.
faghsilu wujuhakum, thot Allahu në Kur'an. Thot çfarë? Lani fytyrat tuaja. Allahu po thot lani fytyrat tuaja. A pe përmend Allahu në Kur'an gojën dhe hundën, vllazni? S'pe përmend. Për atë arsye, dietarët Hanefi e kanë mendimin që goja dhe hunda nuk është obligim. Është sunet. Që duhet normalisht mula, po nuk është obligim, thonë. Me thebet tjera kanë thonë është obligim. Pse? Sepse Muhamedi a.s. ka thonë goja dhe hunda është prej fytyrës. Allah ka përmend Kur'an fytyrën, po në hadith ka ardhur dhe ka thonë goja dhe hunda është pi fytyrës, që i bie fytyra përmban edhe gojen dhe hundën. Dhe syneti është, vllazni, është mirë ndonjëherë apo edhe shpesh herë që kur të marrim abdest prej synetit, jo që nuk lejohet kjo teknikë që mirët abdest goj, pastaj në hund, njerë në goj, njerë në hund, është syneti të njëjtën kohë goj e hund. Mja bo. Më thënë, çish e ki ujin, që shto, dhe më thonë në dorë, në shuplak, në gojën në hund, njëherë. Edhe njëherë 2, edhe njëherë 3, kjo është prej synetit me praktiku është mirë. S'po them që nuk lejohet njëherë në goj, mas ne edhe në hund, se edhe kjo është prej synetit, nuk ka asnjë të keqe. Pastaj pikë tjetër është larja e duarve ilal marafiq, deri tek bryli. Me la dorën deri tek bryli. Bile Ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesud, nuk më kujtoj të emni, e ka kuptuar që duhet mi la dhe këto krejt. Apo kupton? Realisht jo. Deri tek bryli duhet mi la. Deri tek bryli duhet mi la. Pastaj thot fshirja e tërë kokës që përfshin edhe veshët. Pasi që i lën durt pas fytyrës gojës hundës, e ki dorën deri tek bryli, pastaj e merr ujin dhe i bën mes të kokës. Mes të kokës është kështu, vllazni. Qysh i merr një durt dhe që ja boni kështu, një herë kështu, edhe një herë kështu. Edhe mjafton. Që kjo është mesti i kokës. Disa kanë thonë veç me prik që shtu, po jo, ai nuk ka argumente, po tash të kallxoj. Tash. Domethënë që shtu e bëj. Pastaj kur ta kryjm këtu me çat dorë të lagur, nuk marrim edhe një herë ujë, i pastrojmë veshët. I pastrojmë veshët me gishtin tregues, do thotë, i pastrojmë çështu veshët dhe me gishtin e madh e pastrojmë këto laprën e veshit. A kupton çështu? Çështu edhe me rana këto e pastrojmë. Çështu. Ça. Që kjo është syneti. Dhe në fund thot, është mbajtja e rendit. Çka do thot mbajtja e rendit? Mbajtja e rendit a i bie, a të lejohet ty me marrë abdest mas pari me himi lakont. Dhe në fund këmbët, realisht se harrova me thonë. Pas kësaj, i lanë këmbët. Hadith nuk ka tekst, nuk ka sheriatik që Muhamedi a.s. e ka la qafën, kështu. S'ka argument. Nuk ka argument. Kjo prej disa dietarëve është bëj ijtihad, mirë, po nëse i thu bjem argumenti nga Kurani dhe Suneti s'ka. Vesht pastaj te këmbët. Suneti është nëse mjekra është apo e dendur me marr ujë dhe me shtik kështu. Kështu. Me la mjekrën kështu. E pastaj këmbët mi la. Rregull tjetër çka është mbajtja e rendit. Ç'është mbajtja e rendit? Mos mori kur ti merr abdest, a shkon direkt te këmbë? Jo. Nuk shkon te këmbë, këmbë janë të fundit. Dhe muvalat e fundit është, thot muvalat i referohet rastit kur të gjitha aktet e abdestit bën me rend pa ndonjë pushim. Për shembull, more një pjesë të abdestit, domethënë pjesë të trupit që e mor abdestin, mas 5 minuta haq tash piloj këmbë. Kjo s'shkon kështu. Disa prej dietarëve e kanë konsideruar të ndaluar, i keni po ndoshta tu marr abdest, një herë hekin një çarap, çarapën tjetër e lën vesh. Edhe e lajnë këmbën e djathtë, e veshin çarapën e djathtë. Pastaj e hekin çarapën e majt, i lajnë këmbën e majt. Kjo nuk lejohet. Sepse krejt duhet më konë të lagura. Në fund pastaj bëhet pastrimi. Nëse i ka mestet, nuk ka problem. Merr mes, nuk i hek çarapët edhe kru puna, që shkon hadithit të Mughire ibn Shubes, kur pejgamberi s.a.s. ka marrë abdest dhe Mughire, sahabi i nderuar, ka dashur m'ia hek çarapët, ka dashur m'ia hek ato të mbathurat, dhe Muhamedi s.a.s. i ka thonë që i ku marr abdest dhe
do të marr mest, kur marr mest me një aspekt nuk kem nevojën e mi hek dhe thot të mbathurat dhe ka marr mest me të dy duar të njëjtën kohë, thot Sheikh Uthaymini, domethënë syneti është të njëjtën kohë me me durët e lagura mbi shputa, apo domethënë në pjesën e sipërme. Bile Aliu radiallahu anhu thot sikur të kishte me qenë feja me logjik. Shumica thonë s'po barrok logjika valla kjo, pe fe s'mund më koni kjo. Ta kishe marrë me logjik fen vllazni, ku i kishe marrë mest? A për mia poshtë? A kishe marrë poshtë, sepse logjikisht i bie që kjo bëhet bërbot më shumë se sa kjo përvjet. Mirë, po feja nuk është me logjik. Feja nuk është me logjik, po feja është me argument. Dhe logjika thjesht të ndihmon që me përforcu mendimin e caktuar. Po ashtu, pik tjetër është, edhe po e krymë insha Allahu Teala, thot gjëra që e anullojnë abdestin. Cila gjëra e anullojnë abdestin? Nëse ju pyet dikush vllazni, gjumi si gjumë, kështu, a e prish abdestin? Nuk e prish. Qysh mërë se prish abdestin gjumi? A e në të rezi që se prish? A di qka e prish? Se ti kur të flen nuk e din qka e të bon. Që kjo e prish. Ti nëse flen, edhe kur të pyti ti, a ke lëshu ndonjë gaz, ndonjë gjë, a ke bo, valla s'di, thot. Për atar si e prishet. A gjumi si gjumë për shama, nëse unë e qështu pak ri, veç kota. Po e di qka ku mbo, ama ti jetu u kot, nuk të prishet abdesti. Mirë, po nëse vendosësh tamam shtrat, shtrinjesh, dhe të kop gjumi i thellë, abdesti prishet. Po realisht pse vllazni? Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam thuhet që e ka falë synetin e ka falë shumë shkurt. Kja afirun edhe ikhlas. Qatë shpejt e ka falë se kanë pa, shumë shpejt e ka falë. Synetin e sabaut. Edhe pas synetit sabaut, ka flend, derisa i është një kratja, o qu prej gjumit, edhe ka falë farzën pa abdest. Veç Muhamedi alayhi salatu ka qenë i rujtë. Na nuk më konë sigur Muhamedi alayhi salam. Na nëse flajmë, kratim, tamam, edhe pse ka njerëz që kratin edhe e din se çka po ndodh. E nin, muhabetin. Ose si lloj, domethënë, kotje kështu. Nëse ki kotje, edhe pse kret, po e nin çka po ndodh, nuk prishet abdesti. Nëse shtrihesh tamam, atëherë prishet. Pik tjetër thot, çfarëdo që del nga dy pjesët, qoftë përpara, qoftë mbrapa, prishet abdesti. Nevoja madhe, nevoja vogël, gazdrat prishet. Mirë, po është edhe një çështje tjetër që mundet me bosh shejtani vezvese. Më prish abdesti. Për shembull, fal një shprehje, tamam turon sejdë, të vjen mrapa sikur një lloj një lloj prekje, kështu tek. Kishe u prish abdesti. Bën shejtani vezvese. Të lodh subhanallahu. Unë kam pas vllazni shok që më kanë tregu, hishin në WC 15-20 minuta, gjysore të nejt në WC, edhe së mirëshin abdest. Mirë abdest, jo se kum prej këto, se kum la këto, se kum la ato, e lodh, pse e lodh? Vetëm e lodh namazin. Leje mos së spëmoj, le u kry puna. Në kjo prevezvese që mundohet shejtani maksimalisht me largu nga feja Allahut subhanehu ve ta'ala. Pastaj thot Muhamedi alayhi salatu wasallam për me shëru këtë gjë, a di çka thot? Shumë një kurim i mirë, një fjalë e mirë. Thot mos dilni prej namazit derisa të dëgjoni zhurmë ose erë. A dhe kry puna. Nëse zhurmë dëgjon prej gazrave, ti e ki prish abdesin. Nëse dëgjon erë, nin e nuhat erën, i bie që, do të thot, e ki prish abdesin. Të tjerat, që bën tak pap, ku e dione, do më thonë ato shenja që ti jep shejtani mrapa, mos u bën një vezvese se nuk prishet abdesti. Nuk prishet abdesti. Pik tjetër thot, ndonjë substance pa pastër që del nga trupi, humbja thot e vetdijes, gjumi dhe çmenduria. Nëse humb vetdijen, kur çohet, atëherë prishet mo abdesti dhe nuk ki abdest. Prekja e gruas me dëshirë seksuale, normalisht, pi kallzoj një rast, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e ka pyet një person edhe i ri. Thot, a prishet agjërimi, thot, tashma si jemi në agjërim, me pudh gruan, i riu, thot, prishet. Thot, a lejohet realisht? Thot, jo, nuk lejohet. Vjen plaku, një plak e pyet tash, thot, ja Resulallah,
a më prishet mua, apo a lejohet? Thot, jo, nuk prishet. Tash sahabit për shikojnë dy fetvat ndryshme. Triut për thot prishet, ndërsa plakit për thot jo, nuk prishet. Shtrohet pyetja pse? Plaku e kontrollon vetveten. I riu s'mund me kontrollu vetveten. Dhe Muhamedi a.s. edhe para namazit i ka pudh gratë e veta, po edhe në xhirim, mirë po ka qenë prej personave mas shumti që e ka majt nifsin e vetë. I riu s'mund me majt. I riu fillon me puthje dhe një Zot e din kur mundet me dal, dhe nëse bën marrëdhënie gjatë agjërimit, o rrezik i madh qysh me kompenzu. A dhe sa duhet me kompenzu? 60 ditë duhet me agjëru. Nëse bën marrëdhënie midis Ramazanit, midis, dhe më thonë çat periudhe kur i agjërushën. Duhet 60 ditë me agjëru, edhe një ditë që e ki prish. 61. Edhe a di qysh duhet me agjëru? Duhet me agjëru pa ndërprej. 1, 2, 3, 60 ditë. Nëse s'mundesh, duhet me i, dhe thot me i ushqy. E kështu me radhë, ka një sahabi te pejgamberi a.s. edhe për thot, ja Resulallah, unë e bona marrëdhënie intime. Prish. Thot, a ki mundsi 60 ditë, 60 varfër mi ushqy? Thot, jo. Apo e para, a ki mundsi me agjëru 60 ditë? Thot, jo, ja Resulallah, s'ka mundsi 60, 30 me zëri agjëren, lemo 60. Thot, a ki mundsi me ushqy 60 varfër? Thot, jo, ja Resulallah, thot se unë i varfër, jo, më vëllëta, ku një 60 vetë, nuk jem pak. Atëherë vjen një person edhe e merr një tas hurme dhe ja jep Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. ja jep tasin e hurmave çti personi që e ka prish agjërimin, marrëdhënie intime me gruan. Thot Resulullah s.a.s. merr çet tas me hurma edhe shkepe. Me dinje shkepe të varfërve. Thot, ja Resulullah, prej atij nartit, dhe që të poshtë s'ka më të varfër se una. Resulullah s.a.s. buzëqeshet edhe thot, merre edhe shkoj jepja familjes. Sa i mëshirshëm. Kam thonë ulemoje, ky, më falë shprehje, edhe boni qef me gruan e vet, edhe dyta fitoj shpërblim me hurma. Çfarë fetva i dha Muhamedi a.s. Mirë po, këto janë kategoritë, s'ka mujt. Ka qenë i varfër, gjitha. Para ato që mundet, duhet 60 ditë. Andaj, sa ma larg i riu të qëndroj prej gruas vet, gjatë agjërimit, sepse mundesh me bëna i hall, qa me bo pastaj? Duhet me agjëru 60 ditë. Pikë tjetër thot, prekja e pjesës intime personale me dorë, qoftë kjo pjesa përparme apo pasme, ta prish abdestin. Mirë po shtrohet pyetja, si mu prek organin? Nëse preket pa epsh, dietarët kanë thënë nuk prishet. Për shembull, tu la. Apo kupton? Edhe normalisht tu i la këtë pjesë të trupit, nuk prishet abdesti. Nëse e prek me epsh, atëherë prishet abdesti, sepse ka thonë Muhamedi a.s. ajo është organ prej pjesës trupit tënd. Apo. Pikë tjetër është ngrënia mishit të deves. Kushdo që han mish deve, i prishet abdesti. Edhe një hadith tjetër thot, kush i han mishin e gjërat e fërguara, përzitme që i thojmë ne, i prishet abdesti. Apo është mirë me ripërsërit abdestin. Pse qysh tek, e kuptojmë inshallah në botën tjetër, nuk e di. Pikë tjetër thot, larja e njeriu të vdekur. Pastaj thot, dalja nga Islami, normalisht, kur del për Islami, duhet edhe njëherë me marë gusël. Sepse personi që e pranon Islamin, duhet me marë gusël që me hi në Islam, dhe pastaj mi kry ato ritualet e tyre, subhaneke Allahume, në shpek po, atëre në dersën e kalum, në dersën e radhës do të flasim për shtyllat e namazit që janë brenda namazit. Që to janë këto shtyllat e namazit që nëse nuk bëhen, do të me bo edhe një rekat, edhe pastaj me bo sehwi sejdë, subhanak Allahume, bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu ilayk. Allahu ju shpërbleft.